kaq ftohtë në një ndeshje kaq të rëndësishme dhe vetëm në zonën e vjetër që është u krijuar një fest shumë e bukur nga shqiptarët. Natyrisht edhe mbrëm në darkë, po në atje ishin ca taverna dhe shkuam vu muzikë greke, shqiptare, më së fundi vëm shumë këngë shqiptare, kaloj shumë bukur për të prur pak Shqipëri, të kulturuar, të edukuar, shumë paqësore ato që dim të bëjnë tifozët tanë për herë jashtë. Sot ju beton s'kisha parë në një qytet që asnjë makinë me flamur polak, asnjë gjë, ndoshta tani dalin, kanë dalë nga puna, vjen dhe fillon pas pak zhurma. Kur dihet që tifozat e Polonisë janë nga më të dhunshmi dhe më besnikët në Europë, por gjëra që ndodhin, gjithsesi është një klimë rreth 8 deri 10 temperatura e përshtatshme. Në hotelin ton, që shkova te hoteli kombëtare, pam futbollistë të gëzuar, futbollistë të mësuar, të mërzitur. Hasani ishte pa gjak fare në fytyrë, i te lodhur se do të rrinte as në stol, por në tribun. Edhe Ramadani optimist nga vetja për skuadrën, për familjen e re dhe për të tjera. E me radhë gjithë të tjerë mirë ishin, mirë, me këmbë në tokë. E rëndësishme ishte që ishin gjithë shumë të përqendruar dhe shumë natyrisht me mua të ngrohtë, por dhe me të tjerët pak, sepse nuk lejohesh në një takim shumë i madh atje. Ishin të gjithë komiteti ekzekutiv dhe shumë mish të komiteti ekzekutiv.